Të nderuar teleshikues, përshëndetje dhe mirësevgje. Ja ku jemi sërish bashkë në këtë emision të Vitrina e Librit. Libri që kam përzgjedhur për sot është i autorit Mustafa Mahmud, i titulluar Dialogu me mikun ateist. Ky libër është përkthyer nga gjuha bosnjake nga Nexhat Ibrahimi, Miftar Ajdini dhe Muhidin Ahmeti. Botuesi ka qenë Bashkim Avdiu nga shtëpia botuese Sira në qytetin e Prishtinës. Autori i këtij libri, Mustafa Mahmudi, ka lindur në vitin 1921 në Egjipt dhe shkollimin e tij ka kryer për mjeksi për sëmundjen e mushkrive, mirëpo dëshira e tij për letërsinë dhe shkrimin ishte më e fuqishme, prandaj u përkushtua studimit letrar, filozofik, mistik dhe ideor. Në veprat e tij gjejmë mjaft frymë romantike, pasuri realiste dhe shumë këndim simbolik. Dialogjet janë të logjikshme dhe proporcionale. Në këtë libër mishërohet shpresa për një të nesërme më të mirë, më humane dhe më të ndjeshme, sepse para së gjithash jemi njerëz. Sipas mendimit të Mustafa Mahmudit, njeriu është i lirë e i vlefshëm për aq kohë sa vepron, beson dhe është i angazhuar. Dialogu me një ateist, që nga vetë titulli kuptohet që bëhet fjalë pikërisht për besimin, që në një mënyrë apo në një tjetër e bën njeriu më të mirë, më të dashur dhe më të ndjeshëm. Është një libër mjaft interesant për t'u lexuar, që vendos përballë njëri tjetrit dy miq me besime të ndryshme, ose më saktë njëri beson në Islam e ndërsa tjetri jo. Pikërisht kjo do të çojë në përplasje shpeshherë mes dy miqve teksa bisedojnë në lidhje me tematika të ndryshme. Në vijim mund do t'ju lexoj diçka të shkëputur nga ky libër për të kuptuar sadopak rreth tij. Pasi që me vëmendje dëgjoj fjalët e mia, miku më tha duke e shfrytzuar rastin e fundit me të cilin e kishte. Unë asgjë nuk po humb sepse e kam jetuar jetën më të fatshme dhe më të pasur. Mirë, por nëse llogaritë mia janë të sakta, ju do të humbni shumë, kurse llogaritë dhe shpresa ime janë të vërteta, dhe juve miku im ju pret befasi e tmerrshme. E shikova mikun derisa ende fliste dhe në thellësitë e syve të tij zbulova frikë. Atë frikë të rëndë nga e cila që pallat vezullojnë dhe dridhen. Edhe pse frika në sy ka shndërritur vetëm një çast, ai ka qenë mjaft i gjatë të tregojë se dyshimi e ka prekur verbërinë dhe mendjematësinë e mikut. Me tonin të cilin orvatit i jap ashpërsi më tha: "Do të shohësh se toka është ajo që na pret, edhe ty edhe neve." A je i sigurt? Duke fshihur dyshimin me tekst të theksuar, ai tha: "Po. Nuk ke të drejtë, i thash, se në ato që ti e pohon, kur nuk mund të jemi të sigurt." Duke mbetur vetëm atë natë pas dialogut tonë të gjatë, kam qenë i sigurt se miku im në shpirt ka lëndim. Thash në veten time duke u lutur për të, mbase kjo frikë do ta shpëtoj, sepse kush jam mbyll vetes me krenarinë e tij shtigjet deri tek e vërteta, frika është rrugdalja e vetme. Mirëpo e kam ditur se periudha nga rruga e drejtë dhe nga e vërteta nuk është në duart e mia. A nuk po i thot Allahu të dërguarit të tij, ti me të vërtet nuk do ta udhëzosh atë drejt që do ti, por Allahu e udhëzon drejt atë që do ai. Por kam bërë lutje për mikun sepse kam dëshiruar të përudhet dhe të shpëtoj nga gjunahu më i madh. Kështu, të nderuar teleshikues, për ta bërë tuaj këtë libër ju mund ta blini atë në faqen tonë islamshop.ch. Kështu kemi mbërritur në fund të këtij emisioni për ditën e sotme. Unë do t'ju falenderoja për vëmendjen tuaj dhe bashkë do takohemi në emisionet e radhës. Libri Dialog me mikun ateist i autorit Mustafa Mahmud mund ta bëni tuaj në faqen tonë online islamshop.ch ose në numrin +41 79 46 95 036.